Sot jemi ardhur me një Tauran, viti 2004 2.0. Ky është modeli Higline. Ky ka filluar më prodhu vitin 2003, si kerr familjar me bazën e Golf 500. Që atëherë, ky kerr u njoft për mënyrat më praktike për me vozit edhe me pas komoditet në to. Edhe anash duket mirë. Mrapa e kena me distancera edhe fillën e 17 Motori 2.0, 140 kuaj fuqi, i njohur për jetë gjatë edhe konsum të ulët. Këto e kena me stage nish edhe as puj është cep komplet për turbinës. GPU Tauranit kështu thjesht nxen 695 litra, me karrikat pasme të palume 1990 litra. Edhe mrapa ki hapësinë të mjaftueshme për kokë edhe te kom. Këtu e kena një port për me mush telefonit edhe është mirë. Edhe për para duket shumë mirë. Dhrusi shpejtësive DSG. Navi stash e shumë temperaturën e ulës qysh me kqyr. Tash për me shku te ky opcion e prej kumpullën e kën edhe këto nal për me herë. Këtu e kena -19. Këtë pjesën e majt du me bo -19. Që ke para që të është so km/h të shku kerri. Shkojnë atë 19.1, këtë është so temperatura e ulës. Edhe 19.2, këtë është gazi. Që në shkon kjo? Në vozitje është e qetë, e rahatshme edhe komode. Edhe në gaz përgjigjet shumë mirë. Ky Tauran është shembulli më i mirë për kerre funksionale, edhe për familje edhe për qef.